Një tjetër tender i dyshim të firmos nga operatori i blerjeve të përqendruara më 25 prill të këtij viti, ku firma ndërtimore Lazo, me cilin në fshatin Bishqethëm, fitoi tenderin prej 2.6 milion euro për rikonstruksionin e spitalit të Lushnjës. Megjithse në garë morën pjesë 12 kompani, plot 11 prej tyre u skualifikuan, duke ngritur dyshime të forta për përcaktimin e fituesit dhe manipulimin e procesit. Pas firmës fituese qëndrojnë vëllezërit Aldi dhe Neallazi, të dy me nga 50% të aksioneve, të cilët sipas burimeve kanë lidhje të fuqishme me aktorë të rëndësishëm politik në qarkun e Fierit dhe më lart. Firma Lazo është përfshirë edhe më parë në projekte publike të majme, të cilat i ka fituar përmes procedurave të dyshimta, ndërkohë që ndaj saj ka pasur hetime dhe nga SPAK. Kontrata është firmosur nga drejtoresha e OPB-s Alinda Pogaj, e njohur për dhënien e tenderave shumë milionësh ndaj personave me precedent penal dhe lidhje të krimit të organizuar. Burimet mediatike e përshkruajnë Pogajn si ustalleshën e pazareve në tavolinë, e cila mund të jetë kandidate për zyrë të re në burgun e Pogradecit, për shkak të numrit të lartë të aferave që ka firmosur ndër vite. Sipas dokumentacionit zyrtar, Lazo do të kryejë 89% të volumit të punës, ndërsa 11% i është lënë firmës Meteo nga Elbasani. Pronë era Almiftarajt, një emër i përfolur për lidhje me figura të botës së krimit dhe tendera të dyshimt. Si objekt të mbështetës është përfshirë edhe firma Impact nga Tirana. Tenderi parashikon rikonstruksionin e godinës qendrore të spitalit të Lushnjës brenda një afati 13 mujor. Megjithse në garë morën pjesë kompani të mëdha dhe të njohura në sektorin publik, të gjitha u skualifikuan në favor të një firme me profil lokal, por me mbështetje të fortë politike. Kjo ngjarje shton një tjetër faqe të errët skemës së abuzimit me fondet publike, ndërsa që institucionet e drejtësisë vijojnë të heshtin përballë skandaleve të tilla që konsumohen në mënyrë të përsëritur.